mikpritja fenomenale. Më kanë ftu në për fest ditëlindjes, në për banesa, në për shtëpia, edhe janë gëzu shumë që njani i huj, pati guxim me shku me pa atë shtet, edhe pse qeverit këshillojnë mos me shku atje, edhe pse mediat tregojnë shumë senet këshia për atë shtet. Pra, Zvicra nuk ta rekomandon vizitën në Venezuelë. Shkon me 4 shkallë, edhe qeveria Zvicrës thot 4 prej 4 mos shko. Mos shko në Venezuelë. Vetëm nëse Marashi që të shko. Vetëm nëse ki nevojë patjetër për një arsye, edhe për shembull unë para se më shku e kum informu ambasadën në krye qytet të Venezuelës. Ja kum çu në email edhe kum thënë po vjen në Zvicran me shëtit këtë shtet, veç ta dini ju se më po mendoj diçka. Ma kanë çu në email, faleminderit shumë. E kemi shënu që vjen në Zvicran. Na të këshillojmë me lexu këto këshilla, edhe i kum lexu ato 6 faqe. Po. Kanë armë. Kimu arrestu. Çka s'ka, prit termet, tsunami, kret, do më thënë 6 faqe se çka mund më ndodh senet këshia ati në Venezuela. I lexova edhe pata pak emocione në atë moment, e tani fjalia e fundit një email u kon, shpresojmë që ki më kalu mirë. Do më thënë i lexova. Shpresojmë. Inshallah kthehesh nosh. Po, veç qysh më kanë prit tani atje njerëzit edhe çfarë bukurie prej veneve më të mirë që i kum pa deri tash. Ashtu ë? Plazhet e bardhë në Karaibe, të paprekën. Po jetën si e borshin ata Venezuela si në përgjithësi? Ata njerëz unë që e kom njoftu ajo, ata janë pak, domethënë, me një klasë më të lartë, janë shumica prej atyne janë doktor. Edhe kanë gjendjen pak më mirë ata atje, po e kum pa që ka edhe varfëri. Okej, ata grupi që të kanë prit, sa vete kanë prit ty? Janë konë 3 persona, po tani janë bo shumë. Jemi bo shumë. Ata ti dalloje domethënë që je i huaj mes tyre. Njani para se më shku atje më ka thënë, ti mundesh mu konë edhe si i Venezuelës se nuk kemi edhe domethënë tipik të bardhë evropian këtu. Edhe më ka dhënë pak motivim. Nuk më shojnë në rrugë që nuk jam i atje. Kur kum rri atje, kum fol me një tjetër e kum thënë,